Kadri Liba, Kadri Mostafliba, më rësarë. Unë kam filluar me Blektori në tetor 2011. Në basi I kisha hequr, nësi kam pasur dhe më përpara Blektori, unë pas halë probleme familiare, I kam hequr dhe një periudhë kohë nuk jam marrë me Blektori. Të gjithë Blektori jam. Kam filluar në tetor 2011 me 30 kokë. Edhe tokat, në qera se tokat pona nuk janë të mjaftueshme për të mbajtur 30 bakterë shumë, se do mbjellësh që edhe grurë të ushqerë dhe aty. Pas një viti e gjysmë nuk e mbaj mend data dhe eksaktisht jam drejtor bankës Fed Invest. Dhe kam marrë një kredi fillimisht. Në atë kredi me çmimin e deleve që ishin atëherë kam marrë dhe 50 kokë të tjera. I kam bërë 8 vjetë, edhe një 15 shpesa që kam pasë, duhet këtë qenë një vit e gjysmë basi kam, edhe një 15 shpesa, dhe ajtë diku të një 95 kohë. Mas një viti se kam marrë, te kjo bank, kam marrë 20 me të vjetra, rreth 4 milionë e gjysmë lekë të reja. Diku këtu, si më nëmë, kam marrë 3-4 herë. Shumë vetë më është dashur, dhe sot kam 200 dele, kam pas edhe 300, por nuk mund t'i përballojmë se s'kemi fuqi punëtore. Edhe kam dhe mund t'a quaj ferm, një ferm tjetër të vogël, me viça, me 35 deri në 40 kokë viça, 3-4 lokë. Stallë, viçat I mbajnë gjithmonë për të ferur. Viça majmëria, duke ferur 5 të muaj dhe I zvendçojmë me 5 të rinjë, po gjithmonë kam ecur në këtë punë, normalisht kur kam punuar është kontributim, po me ndihmën e bankës Fed, vite e gjysmë më razja. Edhe unë po stallon, do I bari, veçanëri bari, stallë deleve, një pjesë materialesh, drurin, dhe mi mamë, më dhe në makine, kombajne, më dojë. Po, falë shoqërisë, falë fshatit tim, unë jam lindur, kam kontribuar në maksimum, kam dhe një kontribut të jashtë zakonshëm, që unë I kam rindërtuar të gjitha gjërat nga e para. Si që thashtë, na një pjesë e shoqërisë që më kam mbajtur më kanë drejtuar kënd, kanë ardhur, kanë prur bare, bazë ushqimore, edhe njerëz që nuk I kam njohur kurrë. Dhe I kam njohur ditën që kanë ardhur aty dhe më kanë prur bari, kashtën, apo çfarë më është dashur. Apo çka kanë ardhur që janë paraqitur më çfarë më vjen do e kam ndjesë dhe nuk e di, nuk është për blej dot dhe 2000 vite jetë.